Miq, do të flasim për zhvillimet e fundit në Tiranë, protestën, atë që po ndodh prej gati 11 metësh në kryeqytetin shqiptar. Kemi disa zhvillime edhe të fundit që janë raportuar në media për momentin, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë hequr non gratën zotit Berisha, mirë po kjo mende e pa konfirmuar zyrtarisht me një dokument nga Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, ne do ta diskutojmë se çfarë mund ndodh më pas këtë protestën dhe gjithçka tjetër që është duke zirë në Tiranë. Këto kohë do të diskutojmë me zotin Petri Tafaj, studenti dhjetor, i cili jeton për disa vitesh në Gjermani. Zoti Tafaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje juve. Zoti Tafaj, ta nisim me këtë lajm të fundit që SBA i heq në gradën Berishës, nuk është diçka e vogël. Nuk ka ndodhur më parë, kemi parë disa heqje sanksionesh për Dodikun në Bosnjë, por të karakterit ekonomik, kjo ishte karakterit politik. Më shumë, është diçka e madhe që mund të sjellë ndonjë ndryshim? Në fakt mua nuk më duket e jashtëzakonshme diçka shumë normale në politikë, ose është anormale sepse për fat keq linja e politikës që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në vendet më përfshirë dhe Shqipërinë nuk përbën ndonjë lajm të rëndësishëm për ato, sepse për fat keq linja politike nëse e marrin të majtët në Amerikë dhe përshkon në gjithë rruzën, përshkrohet ideologjia e majtë dhe sanksione për kundër të kundërshtarëve. Kështu që ishte një logjik politik. Normalisht vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar që të presin vendimin e gjykatës, do të jenë një shtet ligjor, që një vendim do të vinë në formë prerë, po ato e përdorin dhe gërbaçin politik, kështu është një formë mënyrë faktikisht në bazë të drejtës ndërkombëtare është pak ilegale, po kështu bën amerikanët, kështu që pjesa tjetër e botës duhet dëgjojë. Që Berisha nuk është dënuar me vendim formës prerë, kjo dihet, që është liruar sigurisht është pozitive sepse jep një mundësi lëvizje më shumë dhe për fundit edhe kjo ka qenë një pikë ku kundërshtarët e tij politik, qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë Shqipërisë, që përmendin jeni non grata, në fakt edhe po ti je në gratën e Shtetit Bashkuar, jeta vazhdon, sepse për fat mirë ka shumë kontinente dhe ku shumë shtete ku mund shkosh, por kjo është pozitive për zotin Berisha, fundit edhe jeta politike po shkon drejt fundit, edhe jeta biologjike dhe është mirë që ka një ngarkesë më pak në kurrizin e tij politik. Po çfarë do thotë kjo në aspektin politik, se është një fitore nëse kjo ndodh. Ndërkohë që ai është një proces gjyqësor në Shqipëri, një akuzuar për ndikime, për për dosjen Partizani. Është ndërkohë që non grata është nga Britania e Madhe. Pra, kjo tërheqje e Shtetet e Bashkuara të Amerikës vën dyshim, ndoshta krijon dyshim edhe për rolin e SBA, sigurën që ne kemi krijuar. Nuk besoj, kur ishte në fuqi të majtët, përshkruan nga jo vetëm Berisha, por janë shumë udhëheqës tjerë që ambasadat propozojnë sipas vendeve ku janë, se kush nuk i përshtatet, ai sigurisht ja çon emrin atje dhe në farë mënyrë i vë një fletrofe. Por nuk është asgjë më shumë. Unë s'e kam parë ndonjëherë si problem që është non grata Berisha dhe kanë ndryshim të zakonshëm. Ja do ta ndjej dhe hoqen non grata, çfarë do ndryshoj, thjesht me pasaportë diplomatike të shtetit shqiptar. Do lejo të udhtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të takoj disa politikanë dhe këtu mbaron punën, nuk është në gjë jashtëzakonshme. Në fundit Berishën se ka penguar non grata të ketë veprimtari politike, të zgjidhet, të jetë qytetar i lirë, dhe kjo gjyqi popullor ka menduar që kemi që në kohën e komunizmit, kohën e Enver Hoxhës, që bën gjyqi i popullit ose dënohesh në emër të popullit, në farë mënyrë edhe këto në pasens, më duket që sulmi që bën Shqipëri politika nuk ka asnjë lloj sensi që të sulmosh kundërshtarin, thjesht se Amerika të ka bërë non grata dhe ti tani je i keq për neve. Faktikisht kushdo që i majtë i djashën si ka kush merr non grata, është një karton i kuq për shkuar diku tjetër, po nuk është më shumë, si shikoj si gjë më shumë se sa kaq. Mund të jap ndonjë avantazh tani Berishës kjo, nuk bëhet fjalë ndoshta për një rikthim të tij, po mund ta heq atë dëmën, domethënë. Po mirë, dakord, nga ana shpirtërore mund të jap një lloj entuziazm, ja e arrit edhe një qëllim tjetër, që kishte një pengesë në rrugë, po nuk besoj. Nga ana politike Berisha bëri çfarë deshi, e mori prap partinë, erdhi në pushtet politik të opozitës, erdhi prap, u rehabilitua, i bëri Berisha si deshi vetë, nuk është se amerikanët e penguan, se në fundin e jemi një shtet i pavarur dhe kemi integritet territorial dhe politik.
Kështu që nuk shikoj si një gjë të jashtëzakonshme, nuk është e pengoj Berishën diçka nga jashtë që të mos bësh. Në fundit, unë nuk jam me atë që amerikanët të bëjnë president, të heqin nga pushteti dhe të cilin nga pushteti. Pra, nuk është se do ndikoj tani në vazhdim për... Nuk, unë mos më duket si në larm i rëndësishëm, varet se cili shikon vetë. Po kjo ka një fajtor, ndoshta Nograta mund të jetë hequr, po sponsorizuesi nuk është gjetur, apo mund gjendet edhe ai që sponsorizoi. Ka restaurantin mbrapa, si thot Berisha dhe Rama? Unë kjo politikë bëhet me shtetet vogla si Shqipëria, Kosovo, Maqedonia, Burundi, sepse një shtet madh këto lojëres politike është e pamundur ta bëjnë, kështu imagjinon që të zëm, me që po përmend Gjermani që kryetari i opozitës në Gjermani i ndalohet dong non grata, kështu që ka të bëjë shumë se çfarë shteti është, ku është, çfarë standardi i zhvillimit ekonomik, çfarë rëndësie gjeopolitike ka, janë shumë faktorë. Shqipëria s'përbën një rol shumë të madh, domethënë në arenën ndërkombëtare dhe republikave të vogla kështu i dënon, ai hiq kartona si doj. Kështu që është një lojë e niveli 2 ose niveli 3 që ekziston kjo lloj politike, u gëzua kundërshtari, e përdori në maksimum kredibilitetin për të thënë shiko ti i bërë pjesë. Po ka 5 vite që ka qenë retorik kryesore non grata. Sigurisht, po unë kur se kam parë sot, dhe sigurisht jam atje non grata, duket që thjesht është një lojë që bëjnë ambasadorët, diplomatët, thjesht për një tip gërbaçi për t'u dhënë politikë, shiko se të bëjnë non grata dhe të ndale politikën në Amerikë, po kam qenë në Amerikë, kam qenë gjithë botën, po nuk shikoj një gjë, një pengesë madhe që të mos shkosh një shtet edhe sepse në fundit aktiviteti politik është në vendin ku jeton, ku bën vetë, ku ke elektoratin tënd, ato njerëz që të duan dhe i do, edhe shtetin tënd. Megjithatë, ky është një lajm i mirë për Shqipërinë, sido që të jetë, sepse nuk është se kemi. Sigurisht, jo shikoni jetoni në tension, jeni vazhdimisht në tension të lajmeve politike, jetoni me këtë, mua personalisht nuk më bëni përshtypje, unë se shikoj si një problem madh, nuk sikur çdo kundërshtar politik, sikur që jetë socialisht ka kush është. Thjesht kjo është një karton që është nxjerrë diku, që ja u hoq kartonin, tani u rehabilitua dhe mbaroi puna. Pse që nga kaq fillojnë. Fundin nëse Berisha me të vërtetë pas ka vjedhur, pas ka qenë kriminal, ka organizuar krimin, ka bërë diçka, për çfarë ka që hoqën? Do të kesh një shkak për ta vënë, një shkak për ta hequr. Pse nuk i thon shkaqet se pse e vun, edhe pse nuk thonë pse e hoqën. Mo kjo është një lojë që nuk më duket e rëndësishme. Zoti Tafaj, do rikthehemi tek ajo pjesë kryesore e bisedës që unë ju kontaktova për të folur për mendimin tuaj për student, për protestën e cila ngjan me atë të studentëve të 2018-s, por se dim si do të jetë fundi i saj. 12 ditë Tiranë, një revolt. Protesta ka qenë paqësore, qytetare. Si e shikoni ju krahasuar me atë të 90-s dhe si mendoni se do përfundojë? Tani si mendoj se do përfundojë, këtë nuk e di, po për fat mirë ose për fatin tim kam qelluar student në vitin 90. Po ishte komplet ambient tjetër politik, komplet mentalitet tjetër, ideologji tjetër, bindje, formim tjetër i njerëzve, sistem tjetër, nuk i krahasojmë dot, domethënë të krahasosh mollën me dardha, nuk i krahason dot, kështu që edhe lëvizja e studentëve në 2018-ën, herë pasi akumulohet një mllëf, por ne nuk është deri tani kemi qenë të aftë që ta marrim vetë, edhe ndryshimet e drejtorit nuk është se erdhën eksakt nga studentët, nga ne që ishim të gatshëm të sakrifikonim diçka sepse në fund kishim humbur. Po ishte era demokratike që fryn gjithë Europën lindore, pra bën disa shtete të tjera rrëzuan muret edhe gardhet, pa erdhin në Shqipëri dhe normalisht e kemi patur më të lehtë për ta rrëzuar demokracinë ose demokracia u rrëzua sepse shteti ishte komplet i dobët, domethënë struktura, kockat e shtetit ishin mbaruar sepse nuk ishin as bukë të jetën që të qytetarëve të tyre. Nëse vim te viti 2018, studentët u ngritën, u protestua, por ajo që bëjnë politikanët finok, punojnë në gjitha format dhe mënyrat dhe shuan atë frymën demokratike, ashtu siç ishte 2018 dhe tani, një frymë më përgjithshme, por që ai këtë kryeministri i sotëm i Shqipërisë këtë punë bën, penetron brenda nëpërmjet disa njerëzve, lule kohë që të shuhet edhe në fundit u përça dhe u shua, nuk është se studentët arritën qëllimet e tyre, ndërsa tani është pak më ndryshe, është një mllëf i përmbledhur, por është shumë problem. Të fillosh diçka, unë shikoj si shumë problematike, është gjë jashtëzakonisht e mirë. Gjithçka që bëjnë shqiptarët tani është shumë e mirë, se në farë mënyrë kishmi tiranie të vitit 2026,
por problemi kur ta fillosh diçka duhet t'i dish dhe ku do shkosh, nga do shkosh, sepse thjesht të dalësh në demonstrat është kollaj, por qëllimet se kush do ja kritikojë. Fundit ne jetojmë në një botë demokratike, edhe gjithë shtetet e botës organizohen në formë politike në bazë të bindjeve, jo të nevojave, kështu që do ta shikoj si problem çështjen e demonstratës, protestës, nuk është se po vëren në krah kush e drejton, si e drejton, edhe në fund po të ketë në komision nismëtar ose çfarë ideologjie do ketë, sepse në fund gjithçka do renditesh. Nëse ngritesh për një pakënaqësi një gjë, është pakënaqësi sociale, është çështje integriteti territorial, është duket se janë përmbledhur të gjitha bashkë, zoti Rafaj. Po të nuk e di si do shkoj, por besoj që treni do lokomotiv. Kështu që unë nuk shikoj në lokomotiv që e tërheq ose në ideologji bindse. Ne protestojmë sigurisht edhe ne këtu në Gjermani, në Stuttgart, kemi protestë ditën e shtunë në orën 16. Kemi organizuar bashkë me pjesëtar tjetër të diasporës. Bëjmë çështë e mundur në mbështetje të Shqipërisë, në fundit, sidomos më ne që kemi vini, kemi ikur, zemra jonë rreth për Shqipërinë. Ne duhem një shtet ligjor, një shtet drejt. Ka nga ata që edhe janë kthyer në Tiranë për të protestuar nga jashtë. Shumë mirë, shumë mirë bën, sepse ato shikojnë ajo shprehja guri rënd peshon në vend vet është absolutisht e saktë. Unë megjithëse kam 30 vjet që jetoj në Gjermani, jam i integruar, jam shumë mirë, kam rregulluar pothuajse shumicën e gjërave në jetë, gjitha nuk rregullohen kurrë. Por prap mendjen shikoni që pas 30 vjet si student dhjetorit, mendja kam prap Shqipëri, duhet të kontribuoj për Shqipërinë. Sepse në fakt nuk është se kam me llafe që duhet bëj këtë, po jam kthyer në Shqipëri, kam punuar 6 vjet në Shqipëri edhe e kam parë sepse bëra gjë më të mirë në jetën time që u ktheva, punova, në fund u njoha me njerëz, me mentalitetin, me jetën në Shqipëri, më ka bërë jashtëzakonisht mirë, domethënë më ka korrigjuar kursin e ecjes duke ardhur në Shqipëri dhe ishte një mrekulli që jetova në Shqipëri. Jam shumë i lumtur që u ktheva. Mësova shumë gjëra, sigurisht që unë kam të familje dhe për shkak të familjes kam ardhur këtej dhe kthem në Shqipëri, jam shpesh në Shqipëri, jo dini që jam shumë shpesh në Shqipëri. Mos e ne quhemi emigrant, po ose diaspor, faktikisht është pak më gjerë se koncept diasporës. Diaspora do të kishte shumë vite domethënë që të jetosh në Australi, mos e shkthyer, çfarë je shumë larg. Nëse ne jemi shumë shpesh Shqipëri domethënë. 2 orë larg Gjermania dhe 2 orë larg, tani njerëzit po shkojnë për të pi kafe ose po vinë në Gjermani, njerëzit ta prej fundjavës po ikin. Që nuk është tamam fjalë e saktë diaspora, por megjithatë ne bëjmë këtë që është mundur këtu dhe siç ju thash, ne do bëjmë protesta në Stuttgart, që kemi marrë lejet, jemi të mirë organizuar, bëjmë një protestë me arsye, po të ishte dëshira ime, nuk dua ta bëj vulgare, nuk ta bëj me sharje, me ofendime, por në popull vjen çdo lloj njeriu, sepse ne ishim edhe ditën e diel, ishim në protestë dhe kështu është protesta, domethënë, nuk i ndalon dot as ofendime, sharje, por megjithatë ajo që bashkon të gjithë është pakënaqësia ndaj sistemit. Po ndryshe nga 90-ta atëherë me atë që kam dëgjuar dhe lexuar, domethënë u formosua më shpejt edhe lëvizja, kurse tani kemi disa ditë që vazhdojnë të shesh. Mendoni që duhet të kthehet sa më shpejt në një lëvizje, në një subjekt politik që të kapitalizohet i gjithë kjo? Se rrezikon ndoshta mos të ketë kalojnë në lodhje? Në vitin 90 kishim një qëllimet ishin shumë të afërta, njerëzit ishin të gatshëm, pakënaqësi ishte aty, ne kishim një presion, se ishim se një nën presion, na mungonte liria, na mungonte teknologjia. Po ta mendoj sot për shembull, si student inxhinierit kam qenë në vit 5, gjitha veprimet i bënë me dorë sepse s'kish makinë llogarisë. Sot është e pamundur, domethënë ta mendosh, ose kemi pritur radhën gjithë natën. Ishte një student që kishte në klasë, i kishte sjell dikush një makinë llogarisë dhe veprimet që i bënim gjithë natën me laps, ne i bën për pak minuta, kështu që ndryshimi është jashtëzakonisht, më thënë, ka fryrë një herë fuqishme në Shqipëri në vitin 90, ishim të etur për ndryshim, sepse shikon se të tjerë janë shumë larg nesh, po edhe tani kemi arritur shumë mira materiale, po shikoni veç pakënaqësia sociale, pakënaqësia juridike, barazia para ligjit, shumë gjëra që janë një nivel iniciative më të lartë se sa dikur, përpara kanë qenë kërkesa bazike, por dhe tani ju thash që treni do lokomotiv dhe sido që të jetë, duhet patjetër të artikulohen kërkesat. Domethënë kjo rama që do jap dorëheqje është besoj e panegociueshme, por dhe kjo që siç ju thash në fillim që
nëse fillon një protestë, duhet ta di se ku do dalë, sepse mund të ndodhë që protesta zbehet, mund të ndodhë që njerëzit nuk të dalin më dhe me të vërtet është shumë fatkeqësi e madhe për popullin shqiptar që duke i zbehur, duke i përçar, Rama të vazhdoj të jetë pushtet, është një fatkeqësi kombëtare. E fundit, shikoni fundin e lumtur të kësaj proteste apo të hidhur? Si të tjera? Besoj, nuk e di, nuk e shikoj të hidhur, jetoj gjithmonë me shpresë, e shikoj pozitivisht, shpresoj që të ndodhë ndryshimi, por me disa nënpika. Besoj që ndryshimi do të vi nëse protestuesit me të vërtet e shtojnë dozën, e bllokojnë Tiranën, bllokojnë Shqipërinë, që një farë të japi shamat Edi Ramës, por Rama nuk besoj të tërhiqet nga këto, sepse në fundit ai ka çfarë të humbë gjithçka. Dhe besoj që pa ardhur një telefonat nga diku që shiko tani e ke tepruar ose jep ndërheqje ose largoj protestuesit, kur vi këtë telefonat besoj që Rama do reagoj sepse kundër të mëdhejve nuk del dot përballë. E ka të pamundur. Kështu që protestuesit plus ndikimi nga jashtë besoj që Rama do ta arrëzojnë. Dhe nga ana tjetër do ishte fatkeqësi që njerëzit këto entuziastët që bërtasin, që bëjnë gjithçka, që bëjnë shumë mirë, që është një vërtet protestë paqësore, po kjo fjala revolucion nuk më pëlqen, se revolucioni do një produkt, do fillimi, do diferencën e daljes me hyrjen për të patur një produkt në fund. Nëse kjo produkt arrihet, kjo me revolucion duket sikur pak revolucionare, nuk është terminologji e ditëve të sotme. Megjithatë njerëzit kanë vendosur ose Shqipëria e re, ose thash në protestë vinë lloj njerëz, ka lloj ide shumë mirë që janë, sepse në fundin më të pikasësh idetë më të mira, mund të ketë ide brillante nga njerëzit që mbajnë fjalime, por ta shikojmë. Besoj që është vështirë, po çështja edhe sa janë të karikuar shqiptarët dhe sa më të vërtetë, sepse një gjë që nuk pëlqen shumë tek shqiptarët është që ndryshe thonë, ndryshe bëjnë. Tani kemi dy raste, ose Edi Ramës ja kanë dhënë me shumicë njerëzit votën dhe dalin bërtasin kot, ose Edi Rama i ka vjedhur gjithë që bërtasin nuk ja kanë dhënë votën Edi Ramës. Unë e shikoj edhe në diasporë, Rama fitoi, kur s'kam besuar që ka fituar me drejtësi, se në fundit edhe Parlamenti Evropian dhe Komisioni Evropian ja verifikuan, ja vërtetuan, dhe i thanë ja shkruajtë në zezën e të barë, që ti i thanë i ke bërë pa drejtësi, ke manipuluar administratën, ke vjedhur votat, ke bërë këtë. Po që në punë kjo tani, kjo një vit e ca ka kaluar, një vit u bë Edi Rama poshtet, edhe të keqen e ka bërë jo vetëm vitin e fundit, por i dha mundësinë që ta shkatrojë gjithçka që nuk është duke gozhduar dhe përqinosur, gjithçka po shkatrohet në thembel. Mund që nga besimi i njeriut, në formë shpirtërore, mendore, ideologjike, deri tek pasuria e shqiptarëve, dhe megjithëse nuk është vetëm pasuria, po njerëzit janë të lodhur, janë të shkatruar nga padrejtësia. Një miku im që është në diasporë më tha që ishte në Shqipëri edhe kishte për të bërë dokument, për të rregulluar, tha është tmerr. Hyn në një zyrë, gjen një hajdut. Shko te zyra tjetër, gjen një hajdut. Nuk kudo që shkosh të kërkon lek. Kjo është tmerr. Kjo do sikur janë ku ndalën në zyrat e shtetit për të bërë plaçk, jo për të mbaruar hallet e qytetarit që paguhesh nga taksat e këtyre fukarëve, njerëzve që natë ditë punojnë, kanë dyqane, kanë biznese, i vogël i paguan, shteti me taksa mbahet në këmbë. E shikoj që një qafir, një kopuk që është djali i zgjuar, inteligjent, ka bler diplomën, ka zënë një vend punë në bashki, edhe ka e përdor derën e shtetit për të bërë lek, kjo është e papranueshme, e patolerueshme, dhe kjo është sepse shqiptarët ikën, familjarët nuk e kanë dhe guximin të jenë bashkuar, që po të bashkuar siç e bashkuar sot shqiptarët nuk do ndodhe kjo që po na ndodh sot. Ndërsa në lidhje me Zvërnecin, këto media gjermane e trajtojnë në mënyrë shumë të ulët, duket mua, por ul shqiptarët e çfarë në nivel jemi. Këtu media gjermane kanë marrë një intervistë Ivanka Trump, që thonë që shiko ka kaluar me shoqen me jahtë andej, dhe ku jemi këtu, si ishill i bukur, kështu e trajtojnë gjermanët. Ku jemi këtu, çfarë bëni? Okej, merr pak telefon kryeministrin, ta blejmë këtë ishullin. Më thënë, fuqia, kryeministri i shet sikur këtë tokat me 7.500 ishin, që e ka marrë kalle dhe shet kollaj. Kjo është fatkeqësi për neve edhe për kryeministrin, për një politikë tillë. Kështu që duhet patjetër të vijë ndryshimi, nëse vjen ndryshimi, ku do shkojmë pastaj, sepse me Ramën nuk besoj të vazhdojmë dot më. Zoti Tafaj, unë falenderoj për bisedën dhe shpresoj që në ditën e vazhdimit do flasim sërish si do i dalë fundi kësaj që është nisur. Patjetër. Për kohën e për mendimet tuaja që shprehet për publikun tonë. Faleminderit shumë, gjithë mirat.